nuk mund të jetësojnë zgjedhje që kanë një diferencë 300.000 vota, nuk është 30.000, janë 300.000 vota. Hajde po t'i japi pas ka vjet pushteti 40.000, 50.000, po nuk mund vjedhë 300.000 tash drejt e Ilir, duhet nalem në një moment. Pra, unë kam këtu që Partia Demokratike refuzon të kuptojë që nuk kupton gjendjen ku është. Shiko, duhet ndalem në një moment. Aju ka bërë përshtypje që janë disa kandidat për deputet, tani më deputet që kanë marrë diku te 21.000 vota, 20.000 vota. Një nga këta është në qarkun e Durrësit, tek Partia Socialiste, i cili në vitin 2021 konkuroi dhe mori 2.500 vota. Pas 4 vitesh merr 21.000 vota, më shumë se Edi Rama. Se Edi Rama ishte deputet i Durrësit, mori 15.000 vota në 2021. Ky njeri ka qenë thjesht i drejtor kadastre. Pra ka qenë një njeri që nuk ka bënë ai gjë të madhe për Shqipërinë. Nuk ka në emër, nuk ka majt fjalime brillante në parlament, nuk kishte folë në parlament e tjerë. Si ky ken fier, ken disa qarqe të Shqipërisë. Këto janë mandate me flamujt kuq i quajnë. Dhe si ka mundësi që këta njerëz marrin nga 21.000 vota? Kjo më shqetëson mua këtë rast. Dhe duhet shqetësoj çdo intelektual shqiptar, sepse të marri Erion Braçe po flas. Mund t'i marrë 21.000 vota. Është njeri që ka rrjer politike, ka fibër politike, bile ka luajtur dhe opozitën e opozitës. Është i njeri që opozitën e opozitës. Ka bërë domethënë politik apo jo, dhe disa bija zbi dakord është sa tjetër. Ndërkohë disa njerëz tjerë anonim marrin kaq vota. Këtu ka i problem. Këtu ka i problem. Olon. Qeverinë nuk i njoft 90% qeverisë. Po. Ne për anonimat jemi llatar. Jo, dakor. Se nuk kemi ndonjë sistem vlerash. Qartë. Se unë nuk po them mund të jesh, këtu jam dakord me ju, mund të jesh njeri i ri, po nuk mund vish nga hiçi dhe të bëhesh kudo në botë. Do të jesh një njeri publik, do të kesh treguar ca vlera. Pra këtë po them. Karizmën, atë detyrën që bë, jetën për shembull ti je njoft për atë jetën e shoqërisë civile që jemi komunitet, njënën tjetrën me kur ra kjo Covidi, tërmeti. Pra, mos e vërtet. Kurse këto njerëz vin hop, puf, si len kaçuka. Ky është problemi pra që kemi neve dhe këtu duhet marrim qëndrime. Pra, shiko, është domethënë i bie tani që njerëz të caktuar, të interesave të caktuar kanë mbështet këta në mënyrë çuditshme për mendimin tim dhe këta do jenë nesër ligjvënëse që për mua, me aq informacion sa kam unë, këta nuk do jenë fare, se këta do eliminohen. Këta do eliminojnë Spaku. Dhe këtu do i bëhet një makjazh Ramës në këtë rast që do hiqen 2 nga Durrësi dhe do vinë 2 tjerë që ndoshta s'kan lidhje me krimin e tjerë. Problemi ishte që mos t'i lenim që të fitonin mandatin, pra që të bëshin zgjedhje të lira dhe të barabarta. Ky është problemi që kam unë në këtë rast. Kjo nuk u arrit. Kjo nuk u arrit nga Spaku. Defekti. Këtu e kam sulmu Spakun, se unë Spak isha para ca ditësh, çova një padi për Këshillin e Ministrave që falen gjoba 2 ditë para zgjedhjeve. Unë e kam bërë atë kallëzimin penal. Kryeministri Rama nuk kishte marrë pjesë tek ajo mbledhja qeverisë, e kishte drejtuar Belinda Balluku dhe nuk mund t'i falesh ti gjoba 2 ditë para zgjedhjeve. Se ndikon drejt për drejt në rezultat. Ma pushoi Spaku çështjen, tha nuk ka fakt penal. Dje isha në gjykat GKKO dhe ankimova vendimin e Spakut. Unë gjykoj që ka fakt penal. Sepse nuk mund të falesh dot. Unë jam pro faljes gjobave, që ti jem kreti sinqert, domethënë, jam pro. Unë jam ndoshta shqiptari më i gjobit për Covidin. Sepse kam qenë te protestat e teatrit kombëtar. Unë jam kundra. Pse? Unë kam 35 vjet në Amerikë, unë nuk di që të më të falur gjoba. Të falur gjoba. Janë disa gjoba i lirë që janë çuditshme që kanë ndodhur në Shqipëri. Ta them me sinqeritet. Jo, jam dakord. AKU-ja, IKMT-ja, IMT-ja, Policia e Shtetit, Policia Bashkiake edhe shëndetësia për Covidin. Jo, ne duhet krijojmë se ajo gjobat e Covidit ç'a do i mash më. Ajo çka ndodh, jam dakord për sa gjona. Ajo çka ndodh, po pikërisht edhe gjobat e Covidit janë vënë sepse ne nuk dim të respektojmë ligjin dhe shtetin. Dhe ne kemi vrarë shtetin, Alon. Ne kemi vrarë shtetin dhe këtë do ta paguajmë për kohë gjatë. Dhe shteti u vra përfundimisht që ram tokë në 2 gjunjt në 97-ën. Shteti është autoritet kudo, edhe në demokracitë më mëdha, Alon. Kur të vje polici ke makina, përse këto shqiptar, këto cuba, këto trima, në Amerikë, në Europë, rrinë sus majmun, i respektojnë rregullat 1 për 1. Përse bëhen si cuba këto? Se ne kemi vrarë shtetin, pra. Kemi vrarë shtetin, dhe këte ne të paguajmë për kohë gjatë,
se demokracia nuk o anarki, se sot po diskutojshim në lidhe me Cromwellin, dhe pastaj ishte pikërisht Thomas Hobbes që ishte kundra mbretit dhe në fund u kthy për të vu mbretnin absolute, se tha më mirë një mbretni absolute se sa anarki. Pra, anarkia nuk është e mirë në asnjë vend botës, se i ka dhënë kjo si natyrë jam anarkist. Po qartë. Vet. Po problemi është që logjika ku çka. Pra të gjitha këto ne do t'i paguajmë dhe ajo çka ne do të paguajmë mendoj unë dhe këtu mund masi koshti, ne sa do të flasësh ty propozitën po bi gjithë notën dakord. Problemi është ti që do të vish pushtet sa modeli je. Nëse ti je i njëjti model apo më keq atëherë përse do të viun këty? Përse do të afrohem këty? Pra, a kemi demokraci brenda PD-s apo funksionojmë si kryetarokraci dhe si kryetarokraci me emrime nuk mund të ketë funksionim demokratik dhe as vlerash dhe kjo po ndodh. Lene ti gjykos, do të filloj me pozitën dhe gjykojmë nga mjesi deri në darkë. Unë du modelin që do të muni këtë pozitë. Dhe deri më sot ne nuk e kemi këtë model. Dhe ne tregon dhe fakti. Dhe unë po të garantoj që nesër të janë lloj zgjedhje mas 3 muajsh në këtë gjendje që është PD-ja sot, po të bëhen zgjedhje dhe më keq do të shkojë rezultati. Pra, a ti rregullo çatin tate, shtëpinë tate që është PD-ja. Mas ne të vesh gishtin në shkollaj. Shqipëria është në një proces dhe ky proces nuk po hecëm në normalitetin e vet. Pse? Na ka ndodhur një 97, na ka ndodhur një 98, na ka ndodhur një shkatërrim i gjithë. Ore, kupto ti ç'është bën me ushtrinë më këtu. Janë shkatëruar me tanke, sot ti je në një gjendje lufte, po funksionojnë më ata. Ne jemi pjesë e NATO-s tani. Po mirë, je pjesë e NATO-s. Po pra, dhe aty e kemi garancinë më të madhe. Po ajo është shqyrë zotit që e kemi, se po nuk dim për Kosovën ç'no. Po pra, për mund bëhet Kosovës pazar. Unë gjykoj që Kosova ka qenë gjithmonë interesat amerikane dhe me këtë kemi jetuar domethënë, gjithmonë. Tani ideja është për ushtrinë, unë kam qenë skeptik në herë që kena pas ushtri, me thon drejtën. Nuk jam i aftë që të gjykoj sepse nuk kam mbaruar shkollë, por gjithmonë ne domethënë vendet e vogla si puna jonë është mbështet nga i fuqia e madhe. Pa diskutim, kjo është historia jonë tani. Ore, kemi realistë dhe nuk është fuqia ushtrisë. Po pra. Enver Hoxhës që e majti këtë vend kështu. Ishin ekuilibrat dhe interesat e fuqive të mëdha që e lanë det boj si det me vendin e vet, por dalë ajo që 45 vjet nuk foli njeri për diktaturën tu, sepse as Italia që e kishin fqinje nuk thoite i fjalë. Jo. Edhe as zëri Amerikës që se mamën deri në vitet 84. Unë se majmen po e kam lexuar historinë edhe kështu është. Nuk thoit as i fjalë. Po pra. Kështu që ne problemi tani te demokratizimi i partive. Kemi partitë politike edhe këto ashtu quajtur parti të reja, se këtë pra po flitshim për demokratizimin e partive edhe partitë ashtu quajtura të reja, domethënë. Unë kam qenë shumë skeptik sepse modeli që kanë ndjek është pikërisht i partive të vjetra. Pra nuk ka ardhur ndonjëherë në organizim horizontal. 100% dakord. Domethënë nuk kemi pas një organizim horizontal edhe ato ashtu quajtur të reja kanë qenë më të vjetra se të vjetrat faktikisht. Jam plotësisht dakord. Në mënyrën e organizimit flas, aty duket gjithçka, pra kulti i individit, kush është njëshi, personat pas njëshit kanë qenë totalisht anonim. Absolutisht. Pra ne njohim vetëm i person në parti. Po pra. Pra pjesa tjetër e partisë nuk njihet. Nuk njihet. Pra ky është problem shumë i madh mendoj unë dhe këtu në Shqipëri. Edhe më fal. Aulon dhe këto janë djem të ri që kanë lind mas 90-s dhe i është fut kjo kulturë e vjetër. Kupto? Ne po shkojmë në vend që ta çmontojmë këtë kulturë, ne po shkojmë me këtë lloj mënyre që japin ata nuk mund të jenë dot parti antisistem. Ky është thelbi i saj që. Jam plotësisht dakord. Pra nuk mund të jesh dot antisistem kur ti ketë njëjtin sistem partie siç janë partitë e tjera. Pra, kështu që prandaj është problem, domethënë, se shiko, këta janë krahasuar vazhdimisht me lëvizjen vetvendosje, domethënë, me çka kam paun, jo ideologjikisht, se ideologjikisht ata janë të majtë dhe është çështje tjetër. Jo të majtë, janë më keq se të majtë. Patjetër, pra janë neokomunistë historira të tilla. Tani ç'a ndodh? Mirë apo keq, lëvizja vetvendosje pati një lloj persistence, domethënë kur u fut për herë të parë nuk prodhoi mandat, pastaj prodhoi, priti 10 vite etj. Ndërkohë këta po takosh këta thonë ne marrim 71 mandate më vonë. Pra ky është problem shumë i madh domethënë në raport me të vërtetën që kanë dhe nuk mund të jenë domethënë këtë lloj deliri, por pastaj cili është raporti me të vërtetën që ti i thu qytetarëve, se ti kur i thu qytetarëve do marr 71 mandate, këtu ka marrë gjithçka. Ne ta themi cop, lla pa e tha që nëse unë do marr një mandat, unë nuk do të hyj në parlament.